Nuk ka pas alternativë tjetër. Dhe nuk kishit mundësi ta. Jo, nuk ka pas, s'ka pas numra tjerë. Pra, edhe lista sërbësh këtu 19. Do të marrë komentet e fundit nga Gashi dhe Rama. Gashi, komentet e fundit dhe pyetjet e fundit pak për kryetarin. Nuk kam pyetje, kam koment në pyetjen krejt të parë që e patëm. Zoti Hyseni prap po tregon edhe pse ka ardhur këtë kështu rishtas para 4 viteve. Kjo shka tregoj se kjo puna o kom Photoshop o për një me u bo hit. Edhe kjo shamponi i arbrit u bo hit për arbrit. Qka shkurt Zoti Hyseni? Nuk mu përgjigje. A ka diçka që nuk të pëlqen e që ta bojmë kështu këtë popullor që kur shkon për i shpije mas aso që tha 12-a, 7-a, 9-a e shë që ke mujtë me bo ma mirë politikisht. Jo vetëm do mëzo si ideologi, po si menaxhim konkret i pushtetit lokal. Që kishe me bo ma mirë, kur tham ndryshe mendoj ma mirë, ma efektivisht, në mënyrë ma dinamike. Qka duhet me prit qytetari i Gjilanit prej Alban Hysenit si kryetari i komunës për me adhon besimin e njerë, respektivisht votën, sepse kjo është ma e rëndësishmja. Jo në aspektin e investimeve kapitale, këto shifra 18 milion kënej, e qerdhe që i ke marru, e parqe që i ke marru, e ndimesën kultur që i ke bo, rritin e fondit mbujtësi. Unë e pe kuptoj, këto janë projekte. Unë po flasë për një besim në iden e një Gjilani përtej një kryetarit komunës që e marron një shesht mirë, aty një bulevard mirë, me 2 etazhitete përfundi. Shka të dallon ty prej kundër kandidatëve? Kjo është ideja, domethënë prej atij zotnis Arbrit, që s'po vjen politiko për shembull me debatu, dhe pse është opozit, mjaft e çuditshme. Ku është këtu kjo çështja kishte qit kryt, pse ti në këtë rast e jo ai LDK-s, sepse me LDK-n e ke kështu edhe me zotin me Arbrin e ki betejën mendoj, edhe a do të kesh, a është çështje është mo kjo pyetja famshme me a pa ballotash? Unë mendoj që 4 vitet e para të qeverisjes tonë, të një figure politike siç e thatë ju më herët, që ka qenë i panjohur në opinion, megjithëse 2009-2021 kam qenë deputet i Kuvendit Kosovës, po në kuptimin ndoshta të një karriere politike kam qenë i panjohur, që është e vërtetë për vitin 2021. Në fakt jo të paktën në dimensionin e menaxherit, si deputet mund të kemi njohur, po. Dhe unë besoj shumë që këto 4 vitet tona të para të qeverisjes kanë treguar një qasje ndryshe prej asaj që ka qenë të kaluar. Pra, përveç angazhimit të rregullt me dinamikë të shtume në përditshmëri për komunën, afërsisë me njerëzit e qytetarët, komunikimit të rregullt të vazhdueshëm, përfshirjes së qytetarëve në vendimarrje përmes dëgjimeve publike ose kontakteve me ta, një dallim është shumë i thjeshtë dhe substancial. Për 2017-2021, 4 vite qeverisje, ish qeverisja e kalume i ka pas 4 drejtorë me 12 aktakuza. Na kemi qenë të përcjellur me lup 4 vjetë. Kemi pas mbi kokë rregullisht një aparatur tërë që na ka përcjellë, na ka monitoru për gabimet eventuale që na mundemi me i bo. Unë kam me 10 ralanë që më janë dërguar në prokurori. 99% për tyre janë kthy negative dhe nuk ka asgjë këtu. Kandidatin e PDK-s e kam pas drejtor financave. Dhe çuditërisht asaj vetë nuk më akuzon për korrupsion sot. Pra, pastërtia me cilën kemi qeverisë, ndershmëria me cilën kemi punu, edhe qasja jonë thujse analitike për projektet tona, ndikimin e tyre, projekcioni për ndikimin e këtyre projekteve. Unë besoj që nuk është e rëndësishme vetëm për Gjilanin, por është qasje që ndryshon mënyrën se si jetohet në tërë ana morale. Dhe si kryeqendër që jemi në nivel të këtij regioni shumë të rëndësishëm, Gjilani në 4 vitet e ardhshme janë, besoj, jo vetëm transformuese në kuptimin e qytetit tonë, por janë shumë të rëndësishme edhe për regionin dhe për Gjilanin si kryeqendër ana morale. A e din sa qytetari Ferizajit është duke më reaguar drejt për drejt, të më thonë mos i lejo me qujtë kryeqendër Gjilanin, se njerëzit nga Prishtina kanë filluar më shku me jetu në Ferizaj për shkak të projekteve kapitale atje.
Fidan, komentet e fundit. Faktikisht është që dyar po e pyesim, s'po dia po ik në aspektin politik, kështu pyeti se si te çështja Për matjet? matjeve dhe po çështja e përgjigje balotazhit, gjithave. po ose jo, si pyetoj. Me apa. Me apa. Na kemi bërë matje prej tetorit vitit kalum, kur kemi menduar që nga do të jetë ish kryetari i komunës zoti Lutfi Aziri, sepse kështu është prit prej opinionit edhe prej gjithëve, kështu ka qenë edhe diskutimi jo zyrtar në komunën tonë. Ndërkaq që 2 matjet e fundit kemi bërë me kandidatin aktual të LDK-s dhe me kundër kandidatët e tjerë, tani mas u zyrtarizuan. Edhe matja e fundit që e kemi bërë në muajin shtator na nxjerr fitues pa balotazh. Çka na mbetet neve, Do në këtë muaj, apo muajin e kalum? në shtator. Shtator, okay. Nga Sot vini tetor. dhe çka na mbetet neve tash si punës si angazhim, është jo me arrogancë, jo me mendje madhësi, jo me prepotencë, pra jo me vetbesim të tepruar, po me punë teren, me takime me qytetarë dhe me kërkesë për mbështetje tek qytetarët për punë që i kemi bëna, të kalojmë garën në raundin e parë me 12 tetor, në mënyrë që të mos ketë nevojë të vazhdohet me raundin e dytë më pas. Mirë, ishte bukur interesante.